حي على الفلاح. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Falënderojmë Allahun dhe bim salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët shkojnë dhe ndjekën rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj thot Imam Tahawi rahmetullahi alaihi: wa nu'minu bi malakil maut al-muwakkal bi qabd arwah al-alamin. Besojmë në melaqen e vdekjes, të ngarkuar për marrjen e shpirtave të gjithësisë, të gjitha krijesave të Allahut. Kemi thënë edhe më herët se prej shtyllave të besimit islam dhe prej kushteve të imanit dhe prej parimeve thelbësore, esenciale, pa të cilat nuk pranohet imani i besimtarit, është besuarit në melaqe. Atje kemi folur në përgjithësi. E në legjëratën e kaluar kemi folur për kiramen katibin, melaqe të cilat janë të ngarkuara me na i shënua neve veprat tona. Ndërsa këtu Imam Tahawi flet, thot gjithashtu prej kushteve, gjithashtu ne besojmë prej parimeve të ehlës sunetit, është se ne besojmë melaqen e vdekjes. Melekul maut, melaqen e vdekjes, e cila është ngarkuar prej Allahut, e ka një mision, e që është marrja shpirtave të gjitha krijesave, edhe bëbrejtës atje, çdo krijesë cila ka shpirt, kjo melaq është ngarkuar me ja marrë shpirtat. Melekul maut, melaqja e vdekjes, nuk po cek amen, sikur se melaqja Gjibrail, Israfil, Mikail, Rëdvan, roja gjenetit, Malik, roja gjehnemit, Munkerun, Wanekir, melaqët cilat e marrën llogari njeriun, Anvar e që kemi ligjëratën tjetër. Nuk po ceken, por po ceket me emër të përgjithshëm melaqja e vdekjes. Për ulemave të selefëve, ka të cilat kanë thonë se emri i kësaj melaqe është Azrail. Ibn Kathiri thotë është njohur të njerëz, është përhapur me këtë emër Azrail. Ndërsa Shaukaniu, një tjetër prej komentatorëve të Kuranit, më të vëndshëm, ai sikurse me qenë shumë i sigurt që emri i kësaj melaqe është Azrail. Emri Azrail dhe thot Abdullah, Arabi Allahut. Kështu ka qenë i njohur të seleft dhe gjenerat pas gjenerate me emrin Azrail. Por realiteti është se nuk kanë Koran diçka e asnjë hadith të vërtet pejgamberit alayhi salatu wassalam që tregon se emri i kësaj melaqe është Azrail. Andaj, ky emër mbetet origjina e tina nga Israiliatet. Do me thonë, nga rrjedhojën e ka prej popullit të Benu Israil, prej popullit Benu Israil, prej jahudive. E ja Israeliyin, Benu Israil, bejt e Jakubit, janë populli vjetër, e kanë pas qitape librat shejta, e kanë pasur me mia pejgamber,
Dhe ata kanë përcjellur këtë emër gjenerat pas gjenerate. E përderisa ky emër është përcjellur me mija vite, deri sot, pse mos tjetë emri i tina, ky i vërtet. Andaj edhe unë mendoj, në të rëshpe e prerë, se emri kësaj melaqe është Azrail. Allahu Ta'ala a'lam. Nuk është më rëndësi shumë emri kësaj melaqës, çka është më rëndësi misioni i tij. Misioni i tij apo i saj, marrjave e shpirtave të njerëzve. Këtë melaqe e kam përshkruar ulemaja selefve si Abdullah ibn Abasi, Qatade, e të tjerë, se është prej melaqeve më të mëdha që ka kriju i madhi Allah Azza wa Jall. E ne e dim se melaqet nuk janë të natë njëjtë krijuara në trupin e tyre, në krijesat e tyre, nuk janë të njëjta. Melaqja apo meleku Gjebrail është meleku më i madh, i cili ka 600 krah, që shka në hadith të vërtet, dhe të cilën ka pa pejgamberi vetëm 2 herë, në formën e tij të vërtet që është krijuar. E për melaqjeve të mëdha është edhe Israfili, i cili fryn buri i surit. Për melaqjeve të mëdha janë Hameletul Arsh, melaqet që bartin arshin, dhe kemi folë edhe më herët, ka limthi për to, se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, më është lejuar mua, më është dhënë leje prej Zotit, me ju fol juve, me ju informu për njërin prej melaqeve të Allahut, që bartin arshin, prej palcës të butit veshit, e deri në krah, ka sa me hecur 700 vite, e një transmitim 500 vite. Veç kjo pjesë këto, e ku është trupi i saj. Melaqet janë gjigandët më dha. Pastaj Allah i madhruar për melaqet e xhehenemit, ka thonë giladhun shidad, janë të mëdha gjigante janë, edhe janë shumë tashpra dhe të brashta dhe të shtira. Mëdha janë melaqet e Allahut. Po jo tanat në një madhësi. Për këtyne melaqeve më të mëdha është edhe melaqja e vdekjes. Melekul maut, pavarësisht emrit që ka. Ashtu si që kanë thanë, se kjo melaqe ka 4 krah, njërin e ka tek lindjeli dhe që në ka tek perëndan. Dhe se këtë krijesat e Zotit janë mes sajna. Edhe se toka, për melaqen e vdekjes, është si kurse një gotuj me pas për para në dorë. Apo, si kurse një top pikponge, apo si një mollë vogël, të si në kap edhe gjuan këtë dush. Krejt toka e Allahut, për melaqen e vdekjes, është si kurse shuplaka e dorës, apo të ketë diçka në shuplak dorës. Dhe se kjo melaqe, krejtu në fjallë selefve, dhe se kjo melaqe, për çdo ditë të Zotit, nuk ka shtëpi, qoftë edhe kasoll, që nuk hyn në për te, 2 herë në ditë jemi i kthyer njerëzit. Kush e ka gjelën, kujt i ka ardhë, do kanë thonë 5 herë në ditje, i vëzhgon njerëzit, kush e ka gjelën. E që besa kanë thonë edhe këte, e ka një shtiz, tek lind tek perëndan, kujt i vje gjeli, veç e prek tak me te, i filloj ankthi i vdekjes, me i dal shpirti, e pastaj vinë melaqet e tjera marrin shpirtin. Kjo melaqe, apo ky melek, gjithashtu ka shoqërues, ndihmëtar, të cilët i ndihmojnë
me ja marrë shpirtin krijesave të Allahut, njerëzve. Derisa ti vjen të fyti, kur që vije shpirt të fyti, pastaj ke melaçe vdekjes, e merr shpirtin vetë ja nxjerr prej trupit. Allah i madhruar e ka përmend këtë melaçe në Kur'an, por pa amen. Ka thënë Allahu: "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum, thumma ila rabbikum turja'un." Thuaj, ti Muhammed alayhi salatu wassalam, yatawaffakum, u vdes juve, u amër shpirtat juve, melekul maut, melaçja e vdekjes. Alladhi wukkila bikum, që është ngarkuar për ju, është ngarkuar, është misionar i kësaj pune, me amër juve shpirtat. Thumma ila rabbikum turja'un, pastaj ktheheni te Allahu i madhruar. Dikush mund të mendoj se ky ajet kuranor në shikim të parë vjen kundërshtim me ajetin tjetër ku thot Allah azza wa jall: Allah hatta idha jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Derisa të vije vdekja ndonjërit prej jush, e pastaj melaçet tona, shumës tjera, jashtë kësajna, jashtë i meleku, e ja marrin shpirtin atina, vëhum la i fërritun, dhe ato melaçe shumës, as 100 e sekundës nuk ja falin, as nuk i vanohen, la i fërrit, dhe me thonë, nuk len mangi kur gjo në urdhën e Zotit. As nuk e shtyn, as nuk e vanon. Ta lyp 100 e sekundës, sepse të përpikta melaçet. E të madhët Allah azza wa jall. Pra në kita jetë, melaçet shumës ja marrin shpirtin robit Allahut. Apa jetën tjetër, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qadaha alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allahu është ai i cili i vdes njerëzit. Allahu është ai i cili u amër shpirtat njerëzve. Edhe kur janë fjet, edhe kur vdesin tamam. Kur janë fjet u amër shpirtat, fe yumsiku allati qadaha alayha al-maut. E pastaj i nal ata shpirta nalt, të cilëve shpirta u ka skaduar afati, gjithsesht u ka caktuar vdekjen. Nuk i kthehet më poshtë hiç. Vdet në gjumë, se që këti shpirti me të nalt. U yursilu al-ukhra ila ajalin musamma, ndërsa shpirta tjerë që si ka ardhe gjeli, i zbret poshtë, i kthen poshtë deri në afat të caktuar. Pra, këtu po thotë se Allahu i vdes njerëzit, pak më nalt melaçet i vdesin, gjithsesi të marrin shpirtin, dhe atje në fillim, e që është edhe tim, e jona melaçja vdekjes sa merr shpirtat. Nuk ka kundërshtim as pak mes këtyre ajeteve, sepse bashkimi këtyre ajeteve është melaçja vdekjes është ai e ngarkuar me marr shpirtat njerëzve. Fund. Pastaj melaçet që në ajetin tjetër, melaçet që marrin shpirtat janë ndihmëtar e kësaj melaçe. Të cilët që shtam pak më herët janë nxjerrin shpirtin e robit Zotit derisa të vijë te fyti. Kur ti vije te fyti, e merr melaçja e vdekjes. E kanë thënë edhe ndryshe. Melaçja e vdekjes është ajo e cila merr shpirtin, jo melaçe tjera. Por kur t'janë nxjerr, u adërzon melaçeve tjera të rahmetit, apo melaçeve të gazepit, edhe ato e marrin që na vjen hadithin tjetër, edhe shtinën qefin, në ligjëratën tjetër, me emrin e Zotit, ato e marrin shpirtin, edhe qojnë përpjet atje ku është edhe urdhërua për të madhe të Allah mbarë të ashtë për gjenetit apo për gjehnemit, që të ta shofim ligjëratën nashme me emrin të madhe të Allah. Si dhe që tjetë, melaçe tjera është për qëllim se i ndihmojnë saj melaçeje. Pra kjo ka ushtri, thuj ndash dryshe. E ka një ushtri të madhe me vete kjo melaçe. Është udhëhec i këtij misionit madh, i cili ka filluar atje me pe ardhës e Ademit alayhi salam, prej bijve tina,
dhe nuk ndërpritet ky mision deri te krijesa e fundit. Dhe ajeti tjetër, Allahu amër shpirtat natyrisht me lejen e Zotit. Natyrisht me lejen e Allahut te bareke ve teala dhe me caktimin e të madhit Allah azza wa jall. Kemi laçë vdekjes, kjo do të më vdekë edhe vet. Kjo do të më marr shpirtin edhe Xhebrailit, edhe Israfilit, edhe tëna me laçeve të Allahut, la ilaha illallah. Kjo amër shpirtat të gjitha krijesave, dhe vije koha edhe mbetet vetëm një krijes në krejt këtë gjithësi, edhe mbetet krijuesi të gjitha krijesave, Allahu i madhruar. Krejt kjo pasi të fryhet buris së parë, surit, dhe vije koha për me vdek njerëzit. E fryhet së dyti dhe dohet me dek edhe me laqet e çdo gjë tjetër, edhe me mbet i madhi Allah. Mbetet kjo me laqe, e Allahu azza wa jall e pyet ai din më mirë, kush ka mbetur? Thotë, o Zot, ke mbetur ti, i cili je i gjallë dhe nuk vdes, dhe ka mbetur robi yt i dopt melekul maut, e Allahu ka thënë, shijo vdekjen edhe ti. Edhe shijon vdekjen edhe ajo, edhe vdes, edhe s'mbetet as një krijesë në mënyrë absolute. Mbetet Allahu, i cili ka qenë edhe s'ka pas kur gjë, edhe mbetet Allahu, i cili është edhe nuk ka kur gjë. E pastaj vije koha, e ringjall Allah Israfilin, e fryn buris, edhe ngjallën krijesa tjera. Kjo është me laçja e vdekjes, e cila o amër shpirtat njerëzve, o amër shpirtat, por çka është shpirti? Çka është shpirti? Çdo krijesë të madhe të Allah ka shpirt. Dhe për këtë shpirt gjithmonë kanë fol njerëzit. Se ata që kanë qenë me fe qiellore, e kanë pas pejgamber, sikur se ata të cilët nuk kanë fe qiellore. Krejt njerëzit e dunjas, në të gjitha kohrat dhe vendet, deri të ardhe ateistave, e komunistave, krejt shoqërit për ndryshe, kanë folur për shpirtin. Por asnjë prej tyre si shoqëri e as si individ, kur nuk ka qenë në gjendje të definoj dhe të jep diçka shumë të qartë përse për këtë shpirtit. Dhe atë thjesht për arsye apo për shkakun se Allahu ka dashur dhe ka mbajtur msheft çështjen e shpirtit. Siç ka thënë Allahu në surën Al-Isra, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ir-ruhu min amri rabbi, wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila." Të pyesin ty o Muhammed për shpirtin, thuju të atyre, ajo është çështje Zotit tim, është sekretit madhët Allah, është çështje e tina, dhe se juve nuk ju është dhanë dije vetëm se pak, pra nuk keni me mund, as njëherë deri në kiamet, me marrë një huri të mjaftueshme për çështjen e shpirtit, që është dini për trupin e ju dhe për krijesat, shumë krijesa tjera që ka krijuar i madhi Allah azza wa jall. Megjithatë, edhe ulemaja islam kanë folur shumë për shpirtin, e kanë shkruar edhe libra e nkas për shpirtin. Se çka është ky shpirt? Dhe kanë thënë se ky shpirt është një trup, kjo është një gjysend, është një trup, i cili, është i butë, dhe depërton në trup njerijut, dhe vend banimi i tij është në trup njerijut, në krejt trupin e njerijut, e jo në një vend të caktuar të trupit të njerijut. Dhe kanë për shembull, kanë thënë, sikurse fryti i lules që ujë depërton ka langin e këtë frytin e saj.
Apo sikurse vaji i ullirit, i cili dëpërton në këtë frytën e ullirit. Atë ku të preksh, ka vaj, edhe trupin e njerit, ku të preksh, ka shpirt. Dhe se këtë trup, i ngurt, futet shpirtin te, edhe në çdo pjesë që futet shpirti, bëhet e gjallë. Dhe nëse prehet, nëse thehet, nëse prehet apo thahet, ndo një pjesë e trupit, që atë shku që e pjesë e shpirtit, sikurse pjesë e trupit. Në ka vend caktuar në trup, por është i futun krejt, sikurse që nuk mund të thua se ka një vend caktuar vaji i ullirit, në frytën e ullirit, por është në krejt ullirin. Ose, kur zjarri ka plan, thënë gjillën që myre dhe shefti kanë dizet. Ku mund është me thanë se zjarri qëto, ajo është i shpërndar në të në antë, e ka përfshije krejt. Dhe në ka dikon që ka mund është me thanë se në qëtë koka, po qëtë në koka. Në krejt, trupin është i futur shpirti i njeriut. Shpirti është krijesë e Zotit. Është krijesë, dhe kjo është konsenzus të krejt ulemave, është krijesë të madhe të Allah, te bareke o ta'ala. Ka thonë Allah, kulillahu khaliku kulli shay. Thuaj se Allah ka kriju çdo gjë, e çdo gjë do të më futë dhe shpirti pa çare. Ka krijuar, por kur e ka kriju? Gjithsesi, a është shpirti krijuar me trup apo pas trupit? Krijohet trupi, sepse ne dim që njerë formohet trupi, e pastaj futet shpirti, dhe ai nëmrohet i gjallë lëviz. Dhe këtu nuk ka nevojë për shkencë. Apo shpirti është krijuar më herët mëti, e pastaj kur vije koha, sillet dhe futet në trup. Allahu alem, por më afër ja bën, Allahu alem, por më afër ja bën, që shpirti është krijuar mëti. Kur kemi folë atje më herët për beslidhjen e marrur nga ana Allahut Azza wa Jall prej lozëve të Ademit në Arafat, ku Allahu Azza wa Jall i afërkoi shpinën e Ademit dhe i nxorri të gjitha lozët e tina, krijesat e tij, një grup në të djathtë dhe në grupin e të majt, ose transmetim tjetër i qiti për para. Dhe i tha Allahu, elestu bi rabbikum, qalu bela, a nuk jam Zoti juaj? Than, po, ti je Zoti jon. Dhe quhet beslidhja e parë, e cila është marrë mëti, kur Allahu e ka zbrit Ademin prej xhenetit në tokë. Aty ka disa hadith që kemi cekur, ati kur kemi folur për të gjëra gjatë, se Allah ka thonë këta në xhenet dhe se kom dërt, këta në xhehenem dhe se kom dërt, apo këta në kriju për xhenet, këta në kriju për xhehenem, e kështu me radhë, si do që tjetë, janë kriju shpirtat heret, e pas të shpirtat kur rrinë. Allahu alem, e kur të vije koha, qaj shpirt me fut në qatë trupën e vetë, e sjellin me laqet e Allahut dhe fusin në trup. Allahu alem, unë kështu mendoj dhe kështu më flanë zemër më shumë, ani pse ka dhe mendime tjera që shpirti është krijuar me vën. Shpirti si shpirt ka lidhje me trupin, dhe se në lidhshmëria e shpirtit dhe trupit është në 5 mënyra apo 5 lloje. Lidhja e shpirtit me trup në embrion është lidhje veçantë, është lloj i veçantë. Lidhja apo raporti i shpirtit me trup kur del në këtë dynja. Qysh jemi ne tash? Ne jemi me shpirt bim, me shpirt qohë, me shpirt lëvizim, ka që kojmë me nevaj. Zatën pa shpirt si lëvizim. Lloji i tretë i lidhshmërisë mes shpirtit dhe trupit është kur njeriu në gjumë. Kur njeriu në gjumë, në një farë mënyrë shpirti është dalë.
Sepse dhe ajeti kuranor, për dhe hadithe, për dhe gjurmë selefve, ajetin se këm pak më herët, Allahu i vdes njerëzit kur janë fjet, o amër shpirtat. Po të njëjtën kohë, pra shpirt është ndarë për i trupit në një farë mënyrë, por mënyrën tjetër nuk është ndarë krejtësisht, sepse po të ishte ndarë krejtësisht, a i do të kishte vdekur, pra është gjallë, a i lëviz, është gjallë. Dhe me thonë, lidhëshmëria e ti është e lloji të veçantë, lidhëshmëria e shpirt me trup, kur është njeriu fjet, është e lloji të veçantë. E lloji të katërt është kur njeriu në varreza, e që quhet hayatul barzakh, jeta në varreza. Ku një me shpirti për i del, sa i po vdes, sepse po mos kishte vdekur, nuk do të kishte dalë shpirti, dhe me thonë nda shpirti për i trupit, e kanë marrë me lachet, por me gjithate, prap, lidhja e shpirtit me trup, në varreza, nuk shkputet krejt mënyrë të plot, sepse që shka arne për gjurmë dhe atharë, në gjurmë të selefe dhe hadithe, i vdekuri ndëgjën, i vdekuri i vje shpirti me ta kthy selamin, me marë selamin, i vdekuri i ndëgjën edhe zhurmet e nallmeve të këpucve ka hes në përvorre. Dhe me thonë herë, ka lidhje, por që shenë këtë lidhje, Allahu a'lem. Dhe lloji i pest, i lidhshmërisë mes trupit dhe shpirtit, është kur të ngjallen njerëzit në ditën e kiametit, ku futen shpirtat në trup, dhe kjo është lidhje më e fortë që mu nuk ndahen kur asnjëherë njëri prej tjetrit. Pra trupi vdes, edhe ngjallet, shpirti nuk vdes. Është krijuar një herë, më shpirti nuk vdes. Dhe se vdekja e tij është dalja e tij prej trupit. Nëse don me komentu kështu po. Vdekja e shpirtit është dalja e tij prej trupit. Përndryshe shpirti nuk vdes. Dhe se bashkimi i tina me trupin botën e ardhshme në heret është bashkim dhe lidhje e tyre e përhershme. Dhe ajo më nuk ndërpritet asnjëherë, dhe siç kemi thonë edhe më herët, edhe sillet vdekja në mes xhenetit dhe xhehenamit, e që është hadith i vërtet, edhe thirrën banorët e xhenetit, o i xhenetli, edhe tanë që ka janë të zhytur në kënaqësi të xhenetit, për moment ndalen dhe kthehen ka këza, dhe thirrën banorët e xhehenamit, edhe me gjithë vuqjet e mëdha që i kanë krejt, kthehen e vëzhgojnë këtë za dhe i thuhet, kjo a për njehni këte, po kjo është vdekja, për njehni po, vje në formë të dashit, prehet vdekja dhe thuhet, i xhenetlit, ini për gjithmonë xhenet, dhe xhehenamlit ini për gjithmonë në xhehenam, për gjithmonë, nuk ka vdekje mo. Shpirti nuk vdes, mbetet me trup, për ta shijuar xhenetin për gjithmonë, natyrisht trupi mbetet pastaj në botën tjetër, gjithashtu edhe në xhehenam. Kjo është natyrisht një pika të shkurtra, sa i përket melatjes së vdekjes dhe çështjes së shpirtit, kjo shumica mbetet sekrete, sepse Allahu ka dashur që për shpirt mos dim shumë, Allahu Ta'ala alem, deri në ligjëratën e ardhshme për shpërblimin dhe dënimin në varr dhe jetën në varreza. Allahu na lehtësoft me dalë për kësaj dynjaje, ja Rabbel Alamin, e na lehtësoft jetën në varreza, e na ndriçoft dhe na ndriçoft ftyrën tonë ditën që kemi dalë para të madhit Allah. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله والله أعلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu Akbar fawqa kaydil mu'tadin.